Në një kohë kur vëmendja të rinjve po ndahet mes ekraneve dhe rrjeteve sociale, libri mbetet ende një nga burimet më të vlefshme të dijes dhe formimit personal, por raporuajnë të rinj në Gjakov këtë lidhje të fortë, për këtë na tregon Tomar Pozheku. Ka pas interes për libri. Mirë po trendi i fundit, ku ka ndikuar shumë telefoni, lexueshmëria është në Ramë, jo vetëm në Gjakov, po kjo është në krejt botën. Kështu që edhe tani është e njëjta gjë. Mirë po prapë në Gjakov ka lexues të gjitha moshave. Por cili zhanër mban peshën kryesore në këtë udhtim të dijes, na njofton Pozheku. Ka lexues që e dojnë librat klasik, pastaj kemi librat artistik ose bashkëkohor, ku dominon romanca, për vetë zhvillim personal, domethënë që janë të zhanrit psikologjik. Dhe po ashtu ka dhe libra mister të cilët kërkojnë shumë, sidomos nga të rinj. Sido që të jenë shifrat apo sfida që sjell epoka digjitale, Gjakova dëshmon se rruga drejt librit nuk ka humbur. Në epokën e ekraneve, faqet e shkruara mbetën vendi ku të rinjt kërkojnë zhvillimin e tyre.